Deri në muajin e 6, një foshnjë nuk duhet të ushqehet, madje as uji nuk e jipet fëmijëve. Deri në muajin e 6, a duhet me dhënë gjip pak më shpesh apo mjafton çdo 3 orë që tha? Uji nuk duhet me dhënë bebës deri në 6 muaj derisa të fillon ushqimi. Pse? Qumshti i gjinit i plotson edhe nevojat e ujit. Do të thënë, qumshti i gjinit ka edhe ujë. E ka absolutisht, nuk ka nevojë. Mas 6 muajve, posa të fillon ushqimi, duhet në fund me ia dhënë 2-3 lugë, 3-4 lugë ujë. Do të thënë fillon uji. Pse nuk duhet me dhënë ujë fëmisë para 6 muaj, është se lugthi mbushet me ujë, madje kur vjen me thith ma pak. Mundet edhe me ndodhë tup pesh. Prandej nuk